Apeli i posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme, duke miratuar masën arrest në burg për Saba Nuzin, të arrestuar në muajin shtator të këtij viti me urdhër të SPAK për vrasjen e Klevis Lleshit, 22 vjeç. Ky vendim vjen pas hetimeve të zhvilluara nga SPAK, të cilat zbartën vrasjen e Klevis Lleshit dhe çuan në arrestimin e 3 personave, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Saba Nuzi, i akuzuar si vrasës me pagesë, ka pranuar se ka kryer vrasjen për një shumë për 50.000 euro që u dha nga Aurel Hoxha, i njohur ndryshe si Aurelinho Calaveri, i cili është identifikuar si porositësi i vrasjes. Në kuadër të hetimeve janë arrestuar gjithashtu Samet Loga dhe Sajmer Kolaveri. Kolaveri i arrestuar në Itali ka pasur rolin e ndërmjetësit të ndihmësit në vrasje. Ngjarja ka lidhje me një nga saga hakmarrjesh që ka përfshirë 2 fice, fisin Lleshi dhe fisin Hoxha. Klevisi, që ishte viktima e vrasjes, ka qenë pjesë e një historie hakmarrje të nisur që në vitin 2012, pas vrasjes së Agim Hoxhës, vëllait të Aurel Hoxhës. Pas kësaj ngjarje ka ndodhur një sër vrasjesh dhe ngjarje të lidhura me këto 2 grupe, duke përfshirë vrasjen e Xhavit Lleshit dhe Heredin Lleshit, 2 anëtarëve të familjes Lleshi. Saga e hakmarrjeve fillon në vitin 2012, kur Arben Lleshi, kushëriri i Klevis Lleshit, vrau Agim Hoxhën, vëllain Aurel Hoxhës, dhe ja dogji trupin në makinë. Ky akt tragjik shënoi fillimin e një cikli të gjatë vrasjesh që përfshiu më vonë vrasjen e Xhavit Lleshit, babait të Klevis Lleshit me 30 tetor 2013, si dhe vrasjen e Heredin Lleshit, vëllait të Klevisit me 15 maj 2016. Në vitin 2020, Fisa Hoxha dyshohet se ka porositur vrasjen e Klevis Lleshit si pjesë e hakmarrjes. Trupi i tij u zhduk në fshatin Shpërdet të Kurbinit dhe mbeti i padukshëm për rreth 2 vjet e gjysmë, kur më në fund eshtrat e tij u gjetën nga banorët e zonës. Ky rast ka tronditur opinionin publik dhe ka bërë që organet e rendit të intensifikojnë hetimet për zbardhjen e gjithë ngjarjes. Në vitin 2023, Arben Lleshi, i cili po vuan dënimin me burgpërjet për vrasjen e Agim Hoxhës, u vra brenda në burgun e Peqinit. Sokol Mjacaj, i cili dyshohet se ka qenë autori i vrasjes, i qelloi me armë dhe vrasja ka pasur gjithashtu lidhje me vazhdimin e hakmarrjes mes 2 grupeve. Saba Nuzi, i arrestuar si vrasës me pagesë, është një person me precedent penal. Ai ishte arrestuar më parë nga policia e Matet në vitin 2020, pasi kishte qelluar me armë në ajër dhe kishte kërcënuar një person. Po ashtu në vitin 2012, kur ishte vetëm 18 vjeç, Nuzi u arrestuar për plagosjen e 3 personave me pistolet. Këto veprime të mëparshme tregojnë një histori të gjatë kriminaliteti.